Në vitin 1964, qyteti i Vushtrisë dëshmoi forcën dhe vullnetin e komunitetit të tij. Kryetari i asaj kohe kërkoi ndërtimin e një godine të re për gjykatën. Pa hezitim, qytetarët ju bashkuan këtij misioni. Me duart e tyre ata fabrikuan tullat dhe ndërtuan objektin me ndihmën e ndërmarrjes ndërkombëtare të Kosovës, falas dhe me përkushtim. Ishte një ndërtesë që nuk u ndërtua vetëm me tulla, por me sakrificën dhe ëndrat e një komuniteti. Viti 1974 solli një ndryshim të madh. Kushtetuta e re e Kosovës u aprovua, duke lejuar rregullimin e pavarur të organeve administrative dhe garantimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare. Viti 1981 shënoi shpërthimin e demonstratave në Kosovë, një periudhë tensioni që ndikoi edhe në institucionet e drejtësisë. Ishte një kohë kur shpresat për liri përballeshin me sfida të mëdha. Në vitin 1989, ndryshimet e mëdha në rregullimin administrativ sollën pasiguri për shumë institucione, përfshirë edhe gjykatën. Në dhjetor të vitit 1991, punonjësit shqiptar u larguan nga gjykata. Zyrat u mbushën me njerëz të vendosur nga autoritetet e kohës, ndërsa ata që dikur drejtonin këtë institucion shihnin vendet e tyre të punës nga jashtë, të përjashtuar dhe të shpërfillur. Ishte një ndjenjë pa drejtësie e thellë, një plagë e hapur në zemrën e tyre. Me përfundimin e luftës, gjithçka ndryshoi. Në vitin 1999, punëtorët u rikthyen në pozitat e tyre, pas një dekade mungesë. Me përkushtimin e kryetarit të asaj kohe, gjykata rifitoi jo vetëm njerëzit e saj, por edhe funksionalitetin. Teknologjia e re, sistemet e ngrohjes dhe siguria u përmirësuan, duke krijuar një ambient të denjë për drejtësinë. Viti 2008 solli një tjetër sfidë. Në valën e revoltave për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, godina e gjykatës së Mitrovicës u dëmtua rënd. Në nevojë për një zgjedhje të shpejtë, punonjësit e saj u vendosën në gjykatën e Vushtrisë, duke ngarkuar këtë institucion me një barë të re, por pa e ndalur punën asnjë moment. Në vitin 2015, gjykata e Vushtrisë u zhvendos në një ndërtesë të re, duke lënë pas objektin e vjetër që dikur kishte qenë simbol i drejtësisë për qytetin. Por ndërtesa e vjetër nuk pati një fat të mirë. E braktisur dhe pa mirëmbajtur, ajo kthye në një strej për të papërgjegjshmit dhe për qenë e ndacat. Fasada filloi të rrënohej, duke rrezikuar kalimtarët. Qytetarët nisën të ndjejnë zhgënjim dhe pa kënaqësi teksa shehnin këtë monument të rëndësishëm në gjendje të mjerueshme. Në vitin 2021, demolimi i ndërtesës u ndalua nga aktivistët. Policia ndërhyri dhe objekti mbeti mes shpresës dhe harresës. Më pas, në maj të vitit 2021, Ministria e Kulturës nisi auditimin e ndërtesës duke zbuluar vlerën e saj arkitektonike unike të stilit socialist modern. Në qershor, u marrë vendimi për të shpallur ndërtesën në mbrojtje të trashëgimisë kulturore. Historia e saj nuk do të mbyllej këtë, por shpresa nuk është shuar. Në vitin 2024, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në partneritet me komunën e Vushtrisë dhe me mbështetjen e UN Habitat Kosova, nisi procesin e vizionimit për të ardhmen e kësaj ndërtese. Qytetarët e Vushtrisë kanë dhënë idetë e tyre mbi atë që dëshirojnë të bëhet me këtë objekt, duke sugjeruar një qendër inovacioni, një muze, një qendër administrative, një qendër multifunksionale, një hapësirë për bashkëpunim, një objekt për gastronomi apo një muze të artit bashkëkohor. Historia e saj e ardhshme mbetet për të shikuar.